Okej, efekt madh kanë patur gjatë kësaj mbrëmje edhe peshqja e saj. Alba Bektashi është në vështirësi tani një sekundër si driti pak minuta më parë, sepse do duhet që të eliminoj njërin prej skuadrës së saj. Le t'i ftojmë skuadrën e Albës në skenë. Ja të ekspresin nga Voice Roomi, Dritani, Vesa, Agneza, Ardiani dhe Bora. Në ndërkohë që Alma të marrë pak vetën dhe natyrisht ju të tjerët keni mundësin të kujtoni edhe njerë performancat, kemi bërë gati këtë klip, e shohim bashkë. Welcome to the new age, welcome to the new age. Whoa, whoa, I'm radioactive, oh, I'm radioactive. Këto ishin 5 performancat të skuadrës së Almës për këtë mbrëmje, vetëm 4 prej atyre që unë kam në krah do të vazhdojnë të jenë me ne netët e ardhshme. Njëri do duhet të shkojë në shtëpi sonte. Alma, kë zgjedh të pari? Tani, mradh parë i falenderoj për performancat. Kanë kënduar aq bukur sa unë jam në një dilemë papame. Aq bukur kanë kënduar sa unë nuk e di, po këdo që ta heq do shahem, nuk e di. Falenderit që ma kujtove. Shu si edhe sa pëm shua mu. Mund të bëj një parentez vogël, ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve që kontestojnë vendimet tona. Në ditë ju lund do arrini të caktojnë informacione e ekipit kombëtar të futbollit. Domethënë është një problem i gjithë shqiptarëve që mendojnë se dinë absolutisht gjithçka. Mendojnë se dinë në çdo fushë. Dhe këtu unë jam i fyer te Edron. Tani, për hir të vërtetës, jam dakord sepse unë lexova disa për komenteve. Mirë po, jemi shumë të hapur që secili prej atyre që na sheh të mos jetë dakord me zgjedhjet tuaja. Problemi është që ju jeni aty sepse jeni më të zotë se sa shumica e neve që shkruajmë edhe komentojmë në Facebook. Por mentaliteti. Nuk ka problem për mentalitetin si dritë. Unë sonte do bazoj, shiko si dritë, një gjë.
Mendoj që njerëzit kur marrin me fol për dikë tjetër duhet me qenë po i njëjti nivel për të shpreh mendimin. Kështu që unë nuk mendoj që duhet merrem përballë të gjitha ato që shkruhen ndoshta sepse ama e respektojmë edhe ata që nuk janë dakord me zgjedhjet tuaja. Patjetër, kjo është demokracia, lutem, sepse ashtu nuk e ka shihen Nisari. Po, mënyra do duhet ishte pak më Po mirë, ajo tregon pasaj shkallën e civilizimit, mënyra të shprehunit. Alba, për ty. Unë do i referohem vetëm asaj që kam dëgjuar sonte. Jam emocionuar tej mase, gjithashtu ka qenë edhe publiku i emocionuar. Natyrisht që do përmend emrin e Vesës. Vesa shpëton e para. Shpëton. Do të vazhdoj të jetë me ne, do të vazhdoj të jetë pjesë e skuadrës Albës, shumë bravo e dashur. Duket si një grup. Dritani që ishte në perfekcion. Dritani gjithashtu vazhdon të jetë me ne në The Voice, ngele me Borën, Agnesën dhe Ardianin. Natyrisht Bora. Bora! Ardiani ose Agnesa. Tani, vetëm shkurt për Ardianin edhe Agnesën. Agnesa është e vetëdijshme që ka një vokal dhe një potencë artistike brenda saj. Dhe në anën tjetër kemi Ardianin i cili atë që ai jep është si ato fshesat në vakum, e thith edhe e bjen skenë. Kam dy artistë përballë vetit që janë të formuar, sepse të dytë performojnë, të dytë kanë publikun e tyre, pëlqehen nga të gjithë njerëzit, por sonte me atë çka kam dëgju edhe me atë që është pëlqyer edhe nga publiku, unë vazhdoj me Ardianin. Ardiani është i zgjedhur i Almës. Vazhdon të jetë me ne në Netet Live Ardiani, por jo Agnesa. Një herë do të them si ishte kënaqësi që mora pjesë në këtë show dhe që njoftova Bëshëm dhe natën e mirë për meje. Unë të falenderoj shumë që ti ishe pjesë The Voice, e di që disi e prekur tani, do duhet isha, shu gjanëm ke kaluar jo pak po 12 javë, apo jo? Nga të 2 muaj i gjusëm që ende shtyre koridoreve, akon artist përpiqesh që ti jesh e tjerë me radhë. Cili është pishmani më i madh? Nuk ka pishman, vetëm mësojmë prej gabimeve dhe bëjmë më të fortë se herën tjetër të vazhdojmë. Unë falenderoj që erdhe në The Voice, Agnesa, zonja dhe zotrin. Dhe bashkëtu falenderoj ju që na pa drejt për së drejti, ju që kishit ardhur këtu në sallë dhe kishit blerë bilet, faleminderit katër trenerëve tanë, do takohemi me Eltonin dhe Aurelën javën e ardhshme. Unë jam Ledion Liço, natë e mirë, paçi fat.